Policia e Sarandës ka zbardhur ngjarjen e rëndë të 5 shkurtit në zonën e Vrinës, ku automjeti të shtetasit Mirash Gjikolla ju vendosi lëndë plasëse tritol. Si rezultat i hetimeve intensive, uniforma të blu kanë vënë në pranga një 21 vjeçar, ndërsa kanë shpallur në kërkim 2 bashkëpunëtor të tjerë të identifikuar me inicialet GT dhe GB. I arrestuari është shtetasi Ignacio Caso, banues në fshatin Shëndelli. Ndaj tij, prokuroria kishte lëshuar një urdhër ndalimi, pasi dyshohet se i përfshirë direkt në këtë atentat, i cili sipas të dhënave të para ka pasur si motiv konfliktet e mëparshme mes palëve. Gjatë aksionit për prangosjen e tij, forcat e rendit kanë ushtruar kontroll dhe në banesën e të riut, ku kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri, pistolet, si dhe një sasi municioni luftarak, që 21 vjeçari i mbante pa leje. Mbi të arrestuarit tashmë rëndojnë akuzat e rënda penale, ku përfshihet vrasja me paramendim, e mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtja pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit.